Helmoi qëllimisht 30 pacientët e tij. Mjeku anestezist dënohet me burgim të përjetshëm, hiqej si shpëtimtar. Një mjek anestezist është dënuar me burgim të përjetshëm pasi helmoi qëllimisht 30 pacient prej të cilëve 12 diqën. Frederik Pecie, 53 vjeç, u dënua me burgim të përjetshëm në përfundim të një gjyqi 4 mujor në Francë. Ky është një nga rastet më të mëdha të keqpërdorimit pasi u zbulua se Pecie ka pasur kimikate të lartë si klorur natriumi dhe adrenalin në qeset e infuzionit të pacientëve. Sipas BBC-s, viktima më e vogël ishte një fëmijë 4 vjeçar, ndërsa viktima më e vjetër ishte një 89 vjeç. Prokurorët e quajtun atë doktor vdekja duke e akuzuar për helmim dhe vrasje të qëllimshme. Ata theksuan se ai kishte transformuar klinikën në një vend varrezash dhe manipuluar pacientët për të krijuar imazhin e një shpëtimtari. Kimikatet që ai kishte përdorur shkaktuan arrestin kardiak ose hemoragji tek pacientët. Më pas ai paraqitej si shpëtimtari, por në 12 raste ai nuk arriti të ndërhynte në kohën e duhur dhe pacientët ndëruan jetë. Mjeku i cili mohoi akuzat dhe avokatët e tij argumentuan se nuk kishin provat forta që e lidhnin atë me krimet, megjithatë dëshmia e tij ndryshoi gjatë gjyqit dhe ai përfundimisht pranoi akuzat. Është fundi një mangthi, tha e mbijetuara Sandra Simard. Tani mund të kemi një krishtlindje më të lehtë, u shpreh një tjetër pacient që i mbijetoi duarve të tij.